Mbaje mend, jo çdo durimtar që bën sabër është i kënaqur me Allah. Mi për në anën tjetër, secili që është i kënaqur me Allahun është durimtar. Me atë që ka caktuar i madhi Zot, kur jemi të kënaqur, dini se edhe ditën kur do të dalim para Allahut ul Xhelal, Allahu ka mu qenë i kënaqur me ne. Nëse jemi në kërkimin e lumturisë, na tham në gjumon që shkoj se sekreti i lumturisë është mu qenë i kënaqur me Allahun te bareke ve taala. Kishte më qenë ju e mençur njeriu i cili e kërkon një thesar dhe i tregohet vendi se ku është dhe ai me vazhdu prap me kërku në vendin jo duhur. E ne me lejen Allahu dhul Xhelal do të vazhdojmë tregojmë se çka do të thotë jesh i kënaqur me Allahun subhanahu wa taala. Pra lumturia e vërtet, lumturia reale, ata që dojnë me jetu të lumtur në jetën e kësaj bote, në rast se janë të kënaqur me Allahun dhul Xhelal, kanë me përjetu xhenetin në jetën e kësaj bote. Të jesh i kënaqur me Allahun dhul Xhelal do të thotë me krejt qenjen tënde me udhëzu Allahun dhul Xhelal. Mu qenë i kënaqur me Allahun do të thotë krejt ato që ka t'i afron Allahu në jetën e kësaj bote, qofshin të mira apo të këqija, mu qenë i kënaqur. Të jesh i kënaqur me Allahun dhul Xhelal është kur të godet ndonjë bela, me mbush zemrën tënde me bindje se aja që ka të ka godit është më e mira në rastin e kësaj sprove. Të jesh i kënaqur me Allahun, gjuha jote duhet më ndalë sa ankuari ndaj njerëzve. Krejt që ka na duhet neve, ankesa duhet m'ia drejtu Allahut subhanahu wa ta'ala. Të jesh i kënaqur me Allahun do të thotë se me Zotin tanë je i kënaqur. Kur t'jep, mirë po në rastin kur t'merr. Mu qenë i kënaqur me Allahun do të thotë kur je i pasur, mirë po në rastin kur je i varfër. Të jesh i kënaqur me Allahun do të thotë kur je i shëndosh, mirë po kur Allahu dhul Xhelal të sprovon. Pra me një fjalë, ndalemi në vetën tonë, me krejt ato që ka na rrethon, familja, shoqëria, pasuria, shëndeti, krejt që ka posedojmë, a jemi të kënaqur me Allahun te bareke ve taala. Në rast se vëllezër nderun, jemi të kënaqur me Allahun, le ta dini se jeni tu i përjetu kënaqësitë e lumturisë në jetën e kësaj bote. Çka ka thënë i dërguari alayhi salatu wassalam, që na e ka mësuar një dua, ne me e thënë jetën e kësaj bote. Kush dëshmon me gjuhën e tij, raditu billahi rabban, wa bil islami dina, wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, kemi thënë se Allahu në ditën e gjykimit këtë rob ka me dasht. Kush dëshmon se unë jam i kënaqur që Zoti im është Allahu. Raditu billahi rabban. Dhe je i kënaqur që Islami është feja jote. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Allahut. Allahu e ka obligim nesër ditën e gjykimit ty dhe mu më na dasht. Këtë ka përmend në suratul Maide, ajeti 119, ku thotë Allahu dhul Xhelal, radiyallahu anhum. Allahu është i kënaqur me ta, po dhe ata janë të kënaqur me Allahun te bareke ve taala. Krejt një robrit e Allahut, me atë që ka caktuar i madhi Zot kur jemi të kënaqur, dini se edhe ditën kur do dalim para Allahut dhul Xhelal, Allahu ka mu qenë i kënaqur me ne.